Bravo Vildan. Vildan mërë se ke vetëm mbrapa. Me dikan në me shku prap. Me marrë të të i osta, e mi me për të e dhe ja, shumë të vëllë të drejtore, ja e prap drejtore, atja e prap drejtore. Bravo, hajde, ma qitë. Dole Litor, da Vildan, bravo. Bravo! Luja! Vildan, Luja! Hajde, s'ka Jean Vildan, hajde, Luja. Dale Litor, dale, mano! Oh! Ja, volgammer! Bravo! Bravo! Ej, ma e në mirë lujën, mërë. Ma e në mirë lujën, mërë. Faz botar no rapaz. Bola! Bravo Eli! Vildan, vet! Vet!
Ha, jepe ma shpejt. Bravo, bravo që. Bravo, Mano! Bravo, Mano! Di stukere. Bravo, Mano, bravo! Kaj fort, fizikisht. Edhe 5 minuta deri në fundin e këtij ndeshjes, rezultati vazhdon të jetë i barabartë 0-0. Pas 5 minuta të tjera do të jetë gjuajtje nga pika e penaltive nga 3 për secilin skuadër për të shpallur ekipin fitues të torneut Beach Soccer Velipoja 2026, që organizohet nga Bashkia e Shkodrën bashkëpunime me Federatën Shqiptare të Futbollit. Në këtë tornej ka marrë pjesë 8 ekipe të ndarë në 2 klube me nga 4 skuadra. Sot janë luajtur ndeshjet gjysmëfinale. Ekipi KK Shkodra ka mundur ekipin e Kurqit, ndërkohë që Velipoja V ka fituar ndaj Lions. Në tashmë filluat finalja mes ekipeve Velipoja V dhe KK Shkodra. Një ndeshje nga rivalitet e ndërkohë gola. Dhe do kemi edhe 5 minuta deri në fundin e këtij kohë së rregullt. Hajde, 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 hajde. Shkëngënu. Ka pas në shumë lejtar. Jo. E 4 vetë. Puta! Vieni, vieni. Scusa. Bravo, Ciu. Bravo! Adal. Hapa bak bak. Del şey Vildoni. Evet. Bravo Vildan! Mano! Bravo Vildan! Ekipi i Velipoja ka shënuar golin e parë, 1-0. Bravo! Janë momentet e fundit të finales së madhe të kampionatit të dytë kombëtar dhe ndërkombëtar të futbollit në që po zhvillohet në plazhin e Velipojës, po luhet finalja e madhe. Minutat e fundit të kësaj finale kryeson ekipi i Velipojës me trajnerin Bestik Ndoj me rezultatin 1-0. Kanë qenë 3 ditë intensive, 3 ditë ndeshje plot emocione, rivalitet. Dhe tashmë do të vendoset edhe skuadra kampione. Vetëm pak minuta, në avantazh është skuadra e Velipojës, e cila është kampione në fuqi. Takimin përgjikon një 2 arbitër shumë të njohur si Agron Kastrati dhe Jetmir Podgorica. E topën e zotërim është Caja, apo Semir Gogaj, njohur tek futsalla. Dhe pak minuta dhe përfundon kjo finale e cila do shpall ekipin kampion, ku Bashkia e Shkodrës dhe Federata Shqiptare e Futbollit që e organizojnë këtë aktivitet kanë vendosur 1.000 euro premio për ekipin kampion. Moment i vështirë për ekipin e Velipojës, klubi Shkodra shumë pranë barazimit,
për ta quar ndeshjen në shtesë. Ka tifozlek, ka emocione, edhe nga tifozëria pranishme. Këtu në plazhin e Vilipojës, në plazhin San Francisco, rruga 6, plazhi i Vilipojës, ku zhvillohet kjo finale përcaktuese për titullin kampion edicioni 2, pas atij që është zhvilluar 2 vite më herët, por në këtë ambient sportiv dhe ku kampion është shpallur po Velipoja e Shkodrës. Ekipi i Velipojës drejtohet nga trajneri i mirënjohur Besnik Ndoj. Ekipi Velipoja është proshtri pranë suksesit të dytë, vetëm 2 minuta apo diçka me pak nga fundi dhe do të mbyllet kjo ndeshje për të dhënë fund këtij kampionati shumë interesant që është zhvilluar për 3 ditë me radhë në plazhin e Velipojës, pikërisht në mjediset sportive të kampingut San Francisco, rruga 6, në plazhin e Velipojës. Gjyqtarët Gjetmir Podgorica dhe Agron Kastrati janë gati të vërshëdhejnë për mbylljen e krejtë ndeshjes. Portieri Dervishaj është Eli Dervishaj, një herë zgjidhet trajneri i portierëve të ekipit të Vllaznisë, klubit futbollit në Superligën shqiptare, që mbron portën e ekipit të Velipojës. Klubi Shkodra në këtë tentativat fundit për ta barazuar rezultatin, por aksion i shpejt i ekipit Velipojak paret portieri i klubit Shkodra, që drejtohet nga trajneri Rudi Piranizi, luajti mjaft mirë për disa momente dhe gati ka befasuar me këtë top Silver Gogaj që ju ofrua golit të barazimit. Eli Dervishaj, portieri i ekipit Velipojës, formacionet Velipojak që është shumë pranë fitores të titullit dhe një super gol i shënuar nga Eli Dervishaj direkt nga porta dhe vjen me njëherë vërshëdhima e gjyqtarëve të ndeshjes Agron Kastrati dhe Jetmir Podgorica. Është mbyllur kjo finale e madhe e futbollit në Erdhë, ku ekipi i Velipojak fiton me rezultatin 2-0 farë dhe këtij golit të dytë spektakel nga Eli Dervishaj. Goli i parë u shënua nga Vildan Kaçubela, golçenuese më i mirë i këtij kampionati. Trajneri Besnik Ndoj ka të drejtë të festojë me ekipin e tij. Është kampion për herë të dytë radhazi në këtë kampionat që zhvillohet në plazhin e Velipojës. Urime ekipit Velipojës, urime trajnerit Besnik Ndoj, një fitore e merituar përballë ekipit klubit të Shkodra që drejtohet nga trajneri Rudi Piranizi. Shikojmë në plan të parë dëshpërim në kampin e klubit të Shkodra, ku po analizohet edhe humja e kësaj finale, ndërkohë në kampin tjetër ka entuziazëm për fitoren e titullit kampion, pikërisht nga ekipi i Velipojës me trajnerin Besnik Ndoj. Është fitoria e dytë radhazi, ndërkohë ja dhe dyshja trupa gjykuese që gjykojnë të gjitha ndeshjet e këtij kampionati janë të mirënjohurit veterani Agron Kastrati dhe gjyqtari i toplisës kategori superiore të futbollit shqiptar Jetmir Podgorica. Një karton të verdhë në formë humori na adreson gjyqtari Kastratit, që besoj nuk e meritojmë. Apo jo? Tu pra të nderuar shikues, mbyllim transmetimin tonë të drejt për drejt pikërisht nga plazhi i Velipojës, ku ekipi i Velipojës sapo ka mundur ekipin e klubit Shkodra me rezultatin 2-0 kanë shënuar pikërisht Vildan Kaçubela dhe Eli Dervishi. Takohen dy trajnerët, trajneri i ekipit kampion Besnik Ndoj dhe trajneri i klubit Shkodra
Rudi Piranisi mbyllet në fair play. Pak më ndej është edhe trajneri tjetër i klubit Shkodra, Denis Zmijani. Këtu për të nderuar shikues të Veriu Sport mbyllim transmetimin tonë të drejt për drejt nga plazhi i Velipojës, pikërisht tek sheshi sportiv San Francisco, rruga 6 të plazhit të Velipojës, ku sapo mbyll finala e madhe për titullin kampion në futbollin e rër, ku ekipi i Velipojës mundi ekipin Shkodra me rezultatin 2-0.